kemi fjalët saum dhe siyam. Fjala saum nuk e ka kuptimin e agjerimit, si që e kuptojnë shumica. Në fakt, saum është veprim shpirtëror. Në saum mundesh me hangër dhe me pi. Kemi ajetin kur Hazreti Meriemi urdhërohet ha dhe pi dhe mbushë me energji. Kur të shohësh ndokan për njerëzve thuaj, unë kam bërë një premtim për të shtur për hir të gjithëmëshirshmit Ar-Rahman. Prandaj asnjë njeriu sot nuk do t'i flas. Ndërsa fjala siyam është veprim trupor, të largohemi nga pijet, ushqimi dhe dëshirat seksuale. Është agjerim që kryhet gjatë ditës, pra kur ka diell pra. Ky agjerim që ne agjerojmë e bën më të fortë, as nuk e plagështon. Këtu e kam fjalën për një njeri që është fit me kondicion. Pra është fit mendërisht, shpirtërisht dhe fizikisht.